Mbrëma nderuar shikues, sot jemi në Okult këtu në kanalin e YouTube-it, në kanalin ton zyrtar. Të gjithë ju miqtë tanë që na keni ndjekur dhe keni treguar besim tek podcasti on ke platforma digitale që del dhe 4 herë në javë në kanalin e YouTube-it të Top Channelit. Ju falenderojmë dhe i kujtojmë gjithë ata që yn rastësisht ose që ende nuk e kanë bërë subscribe kanalin ton, të mos harrojnë të bëjnë subscribe që t'ju ndjekim ne dhe t'ju njoftojmë sa herë që të vim me atë notification. Para se të fillojmë temën e sotme, bisedën e sotme në platformën tonë digitale Okult, dua të falenderoj sponsorin e emisionit ton që është Uji Lajthiza. Të flasësh për lajthizëm, për ujin Lajthiza është diçka e tepërt pasi të gjithë ju e njihni. Lajthiza vjen dhe me disa pije të sjella në një mënyrë shumë cilësore nga forma, por edhe nga përmbajtja. Ka përmbajtje të ndryshme siç janë rozea, siç janë limonadat e vjetra tradita shqiptare, aranxhatat dhe pija energjetike Ox. Kur shkonin për lokale dhe kërkoni pije të ngjashme, sigurisht duhet të zgjedhim së pari pijet shqiptare dhe në këtë rast Lajthizën, të bëra të gjitha me ujin Lajthiza dhe me ingredientet e tjerë të nevojshëm të cilët shënohen mbrapa në kuti. Sot do të flasim për betejën e zotave të luftës. Çfarë është kjo? Kjo është të kuptojmë betejën e zotave të lashtë grek të luftës ose greko-pelazgjik, shqiptar i lirë të vjetër. Dhe do të flasim kryesisht për luftën me dy zotrave të luftës atje në Olimp, fëmijët e Zeusit dhe të Herës, për Athinan ose Athinën, Athena, siç e themi ne në Shqip, dhe Aresit. Kush janë këto dy perëndi të luftës dhe nga se ndryshojnë? Grekët e lashtë ose paraardhësit tanë kishin dy perëndi lufte. Në fakt kishin që ishin të ndryshme, perëndesha e mençur Athina dhe perëndia gjakatare e Aresit, i cili ishte një ushtar që merrte po i mbrojtur, që nuk mund të vriteshe dhe që merrte pjesë vetë në betejat e ndryshme të cilat i ka përshkruar më së shumti Homeri, por jo vetëm, ne do të nxjerrim dhe autorë të tjerë të cilët vazhdimisht kam folur për perënditë e luftës. Na idhni foton e parë regjia ku është perëndesha Athina. 12 unit politike, 12 perëndit olimpike ose 2 unit e tyre i përkushtoheshin konfliktit të armatosur dhe këto ishin Athina dhe Aresi, dhe kjo tregon që në 12 ishin posaçërisht për luftën, tregon që një rol të rëndësishëm ka luajtur lufta në rendin shoqëror dhe në strukturën e jetës së përditshme në Greqinë e lashtë. Midis viteve 800 kur ka shkruar Homeri para erës sonë dhe viteve 500 të erës sonë, pra në një periudhë 1300 vjeçare, qytetërimi i lashtë Pelazgo, i lirë grek, zhvilloi një sër konceptesh dhe idesh filozofike që ndikuan shumë të udhëheqësit ushtarak gjatë të gjithë historisë të kësaj periudhe. Shumë nga filozofitë dhe teoritë aktuale të luftës moderne, të njohura dhe sot, i detyrohen nga themelet mendimit të lashtë të filozofëve politik të këtyre periudhave të kësaj kohe. Ka pasur një grindje familjare në fakt në Olimp, atje në perëndit e Olimpit,
që kjo grindje pasaj çoi në luftë. Pavarësisht sundimit të Aresit dhe Athinës mbi të njëjtën temë, perënditët në fakt ishin larg të qenit dhe të punuarit në bashkëpunim në ekip si vëlla, motër apo vëllezër dhe motra në mënyrë të veçantë. Në të gjithë mitologjinë e lashtësisë të këtij arealit ton, ku ne kemi patur fatin dhe ndikimin qendror që kemi krijuar këtë lloj kulture, nuk duket se mbajnë mëri më të madhe ndaj njëri tjetrit nga këta vëllezëri dhe motrat në Olimp, sesa Aresi dhe Athina. Shoqëria e lashtë greke, nga ana tjetër, nuk nguroi që t'i vendoste ata kundër njëri tjetrit në besimet, historitë dhe adhurimin e tyre, pra të njerëzve ndaj perëndive. Ajo që konsiderohet nga shumë studiues si një rivalitet i thjesht mitologjik midis vëllezërve dhe motrave, në këtë rast Aresit dhe Athinës, është në fakt një rrjet më i ndërlikuar dallimesh që kulmoi në rivalitetin fetar dhe ushtarak midis qyteteve greke të Spartës dhe Athinës, që rezultoi në luftën e Peloponezit në vitin 431 para erës sonë, për të cilat ka shkruar aq bukur Tukididi në veprën e vet Lufta e Peloponezit, e përkthyer dhe në gjuhën shqip në mënyrë mjeshtërore, sjell në shqip. Të flasësh për Aresin dhe Athinën është sikur, ose për Athinën dhe Aresin, është sikur të flasësh përkatësisht për trurin dhe forcën, për strategun dhe ushtarin e pamposhtër. Mund t'i jithni foton tjetër që është busti i Athinasë, që është një punim i punuar në mermer në shekullin e dytë pas Krishtit, ku është Athinaja, dhe kjo është fotoja. Nga referencat e lashta dhe moderne, është mirë të fillojmë me atë që tashmë ne dim, ndërsa Aresi mishëronte konfliktin dhe masakrën në teren, Athina ose Athinaja ishte perëndesha e strategjisë dhe e largpamësisë. Athina, si shumica e perëndeshave, dukej se zinte një pjesë të madhe të kohës së saj duke bërë plane dhe duke zhvilluar strategji në fushën dhe sektorin e vet të luftës, për t'i ekzekutuar më vonë në vija të përgjithshme në makro dhe për të ekzekutuar perëndit meshkuj ose njerëzit e vdekshëm që ajo nuk i donte. Nga ana tjetër, Aresi përfshihet drejt për drejt në luftime, siç ja u thash, si rezultati i zakoneve dhe pikpamjeve të ndryshme të Aresit dhe Athinës, atyre u dhanë nderime nga pjesë të ndryshme të shoqërisë në këtë zonën ku kam jetuar dhe kam pasur fatin të jetojnë paraardhësit tanë të nderuar dhe të shkëlqyer. Athina zakonisht konsiderohej si perëndesha e udhëheqjes ushtarake, e mbrojtjes dhe strategjive të luftës, ndërsa kishte bënte më shumë me strategjitë, ndërsa Aresi ishte ynia së cilës luftëtarët e rregullt i luteshin për t'u dhënë forcë, frymëzim dhe trimëri. Pra, nëse njëra kishte strategjitë, tjetri kishte taktikat për t'i realizuar ato që ai dëshironte në teren, duke u bërë frymëzues për të gjithë palën që ai kërkonte ta nxirrte fitimtar kundër palës tjetër. Referencat për Athinën e identifikojnë atë si një mbrojtës dhe një luftëtare mbrojtëse, pasi arma e saj më e famshme ishte mburoja e saj. Madje Athinën ose Venusin, siç e quanin latinët më vonë, e kemi dhe tek BKT-ja,
dashur t'i bëjmë reklam ose ku ka qenë banka dikur e shtetit e kursimeve në Durrës, është një femër luftëtare me mburoj, ajo është Athina, në mos gaboj. Arma e saj më e famshme ishte mburoja, ishte luftëtarja që ishte në gjendje të angazhohej në luftime të civilizuara duke përdorur aftësitë e saj luftarake për kauza të drejta. Ajo është gjithashtu mishërimi i zgjuarësisë dhe shpiksja një numri artikuj shtelbësor të betejës. Për shembull, asaj i atribuohet ose i dedikohet shpikja e frerit të kalit të kuajve të luftëtarëve nëpërmjet silve postimin krah majt ose në krah djathtë ose drejt i kuajve sipas momentit dhe sipas interesit të luftëtarit që kërkonte të lëvizte në një drejtim apo në një drejtim caktuar të një kalorsi. Në Iliada, me këshillën e Athinës, e cila ndërtoi strategjinë e pushtimit të Romës dhe ishte kundër romakëve, Athina frymëzoi Odiseun për kalin e tij të Trojës të famshëm, i cili u futi në barkun e vet luftëtarët që i kapën natën në gjumë trojanët dhe i ekzekutuan njerëzit kryesor dhe hapën portat nga hyn ushtarët e tjerë akej. Kurse Aresi nga ana e tij ishte mizor, i hetur për gjak dhe shumë agresiv. Ai zhvilloi luftra për asgjë më shumë se sa thjesht për një dashuri që ai kishte për luftën, për luftimet. Ai sajonte këto luftra për t'u argëtuar me gjak dhe për t'u kënaqur me mizori. Reputacioni i tij vrasës rezultoi në ulje të respektit ndaj tij dhe aty ku ai respektoi në fakt nga frika dhe jo nga dashuria apo admirimi. Le të flasim pak si u la Aresi Menjan dhe u kthye në zotin më pak të favorizuar dhe të dëshiruar të luftës nga njerëzit. Burimet më të ershme për emra të hyjnive grek në fakt janë pllakat e zbuluara në arkivat e pallateve të epokës së bronzit, sidomos në Mikenë dhe në Knos. Në këto pllaka, emrat e një numri të madh perëndish greke janë të dallueshëm dhe përfshin sigurisht Zeusin, Hermesin, Poseidonin, Demetrin, Athinën, Herën, Dionisin dhe Hefestin. Gjithashtu të dallueshëm janë emrat e një numri hyjnish më të vogla apo më me pak rëndësi, duke përfshirë disa që ranë nga moda, sidomos pas rënies së Mikenës dhe të pallateve të saj, ku këto perëndi politeiste ishin idhujt e grekëve që banonin, e Mikenasve që banonin në ato pallate. Në fakt, siç e shikojmë, emri i vetëm që nuk përmendet në pllakat ishte emri i Aresit. Megjithaste, ekzistonte një emër tjetër i një perëndie luftarake më të vjetër edhe se vetë Zeusi në Pellazgët e vjetër, që ishte emri i ngjashëm me Aresin në karakteristika, që quheshe perëndia i Enyaliusit, Enyalius. Dhe ky mund të ketë qenë një emër për një perëndi më të ershme të luftës ose një referencë indirekte për vetë Aresin me një emër tjetër. Për shembull, një poet i Parosit që quhet Arkilok dhe që jetoi në mesin e shekullit të 7 para Krishtit, pra rreth një shekull mbas Homerit, e përdori emrin e Enyaliusit si një emër alternativ për Aresin. Dhe vetë Homeri në fakt një shekull më përpara në poemat e tij të famshme Iliada dhe Odiseu
I referohet Aresit si Enjalius, sidomos në librin në këngën e 20 të Iliadës. Kjo referencë indirekte e Aresit me Enjaliusin mund të mos ketë qenë një rastësi. Aresi ka vetëm disa mite dhe më pak kulte tempulli krahasuar me ynit e tjera të Olimpit, të perëndive të Olimpit, të panteonit të Olimpit. Dhe në fakt ka një mungesë respekti për Aresin, ndryshe nga respekti që jepet për perëndeshën tjetër të luftës Athinën. Një studius i shuar që është Louis Richard Farnell e përshkruan personalitetin e Aresit si me më pak vlerë për historinë shoqërore dhe fetare të Greqisë, se sa çdo yni e konsideruar deri më tani, si për shembull Zeusi Athina dhe Hera, gjë që e bën Aresin një figurë disi anësore për fenë greke. Fakti që Aresi ishte djali i Zeusit dhe i Herës nuk e ndihmoi dot atë në pozicionin e tij të lartë midis perëndive olimpike. Ekziston një pasazh i famshëm në Iliad ku Zeusi, babai i tij, referohet Aresit si perëndia që ai nga fëmijët e vet e urrente më shumë dhe i thotë Aresit vet Zeusi me gojën e tij: "Për mua ti je më i urryeri nga të gjithë perëndit që mbajnë Olimpin. Grindjet e përjetshme janë të dashura për zemrën tënde, luftrat dhe betejat", i thotë Zeusi Aresit. Ka një foto tjetër, regjia, ku tregohet Aresi si luftëtar. Mund të na ndihmoni duke sjellë këtu në ekran. Menjëherë pas lindjes së Athinës, ajo u bë një sfidë ku është Aresi si luftëtar, dhe pas lindjes Aresi ishte më i madh se Athina dhe ishte ndërkohë perëndia i luftës në Olimp. Mirë po, pas lindjes së Athinës, kjo u bë një sfidë për pozicionin e Aresit në Olimp si perëndia e luftës. Strategjia inteligjente që Athina u dha grekëve e kërcënoi suksesin e Aresit në luftë dhe sjelljet mizore e brutale të tij do të rezultonin në një mohim ndaj tij nga shoqëria e mirëfill të antike greko-ilire me kalimin e kohës. Shpejt u bë qartë se sa e madhe ishte preferenca nga shumica e banorëve ndaj Athinës, ndryshe nga preferencat për Aresin. Historitë e dy ynive të përfshira në betejë në mënyrë të pashmangshme rezultojnë, siç dihet, në fitoren e Athinës, e cila dhe sot ka një reputacion të madh tek perëndit e Olimpit. Kjo na jep një pasqyrë të filozofisë së përgjithshme të luftës të grekëve, të greko-pellazive të lashtë. Vrasja e kujdesshme dhe strategjike duart trokitet, ndërsa gjakderdhja e pakontrolluar dhe me impulset të momentit duhet të shmanget. Ky ishte imperativi i perëndeshës Athinë. Megjithatë, jo e gjithë shoqëria e lashtë pellazge ndante këto ndjenja ndaj Aresit. Në poezi luftëtarët quheshin ndihmës të Aresit dhe vari i një luftëtari, Arniada për shembull, që ka vdekur rreth vitit 600 në ishullin para erës sonë, në ishullin e Korfuzit, kishte disa reshta, një heksametër me 3 reshta, me një referencë për vrasjen e Aresit nga njeriu. Ky është vari Arniadës, të cilin Aresi me sy të shndritshëm e shkatërroi ndërsa luftonte pranë anijeve në përrejt e Arathusit. Ai ishte më i guximshëm deri më tani në mjerimin e luftës, shkruhet në pllakën e varit të luftëtarit Arniada. Gjithashtu shumë epigrame të ngjashme theksojnë
egërsinë e Aresit si perëndi e masakrës. Megjithatë grekët e lashtë e shoqërojnë Aresin me ato që ata i konsiderojnë pjesët më pak të civilizuara të botës së tyre të lashtë, Pelasgo Ilire. Prandaj Aresi shpesh mund të gjendet në Traki, në zonat përgjatë skajit verior të pelgut të Egjeut. Euripidi e quan Aresin si ynin mbrojtëse të Trakis dhe Herodoti përmend se trakët adhuronin vetëm disa perëndi si Aresin, Dionisin dhe Artemisin, dhe sigurisht dhe mbretërit e tyre, të cilët nderonin Hermes Trismegustis, për të cilin do bëjmë një emision tjetër, kush është Hermesi. Aresi shoqëroi gjithashtu me njerëzit nomadë që mbaheshin me kuoj. Sipas Herodotit, skithët adhuronin Aresin, duke sakrifikuar kafshë dhe robër për ta. Aresi konsiderohej gjithashtu babai i grave të Amazonës dhe mbretëresha e tyre thuhet se ishte pasardhëse e vetë perëndisë së luftës Ares. Por Aresi dhe Athina nuk kishin të vetmet ynit të luftës. Ideja e ndarjes së domeneve në botën ynore daton që nga koha e Homerit, pasi ai përmend një Iliad se çështjet e luftës janë shqetësim i Aresit dhe Athinës. Ka një koncept të ndarjes ynore sferave të ndikimit që me sa duket ishte shumë popullor në kohën e Plutarkut, pasi ai përforcon pikpamjen se secili prej perëndive ka fushën e vet të veprimit. Ky përshkrim plotëson atë që ka thënë Lukiani, i cili një dietar dhe filozof i lashtësisë romake, i cili shton se perëndit nuk kanë asnjë mosmarrveshje me nderimet që u janë caktuar. Prandaj Athina, perëndesha e luftrave, nuk debaton me Artemisën, që është perëndesha e gjaut, dhe Artemisa nga ana tjetër i jap rrugë Athinës në çështjet luftarake. Por para të regjia, ju lutem këtu, para se të vazhdojmë më tej, kërkojmë të falenderojmë dhe një sponsor të emisionit tonë, që është Alpsik, i cili ofron siguri të plot dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Siguroni pronën, makinën ose jetën tuaj tek Alpsik. Faleminderit Alpsik. Ideja e ndarjes së domeneve në botën ynore daton që nga koha e Homerit, pasi ai përmend në Iliad se çështjet e luftës janë shqetësimi kryesor i Aresit dhe i Athinës. Koncepti i ndarjes ynore sferave të ndikimit, siç e thash, pranohej nga perëndit e luftës, dhe në të njëjtën kohë, përmes historisë së Iliadës, Homeri argumenton se koncepti i luftës si domeni i Aresit dhe i Athinës është thjesht një formë deklarative, sepse në fakt të gjitha perëndit janë pak a shumë të angazhuara në momentet kur kishte luftë. Dy personazhe të shenjtë të luftës ishin të vendosur të fusnin një farë rendi në sistemin politeist grek, mjaft kompleks, duke pranuar ende rolin e Zeusit dhe ynive mbrojtëse të qyteteve si dhënësit e fitores ushtarake. Të flasim pak për ndërhyrjen ynore dhe për luftën pa kufi. Në kontekstet ushtarake, autorët grek, Pelasg, shpesh përfshinin konceptet e Theos, domethënë perëndive, daimonion, qenieve ynore, dhe hieros, që ishte fuqia e lashtë, të cilat nënkuptojnë ndërhyrje nga forcat ynore të pa identifikuara në fatet e ngjarjeve dhe të njerëzve këtu mbi tokë. Në disa mbishkrime të periudhës
helenistike, si quhet në botën e arkeologjisë dhe arkitekturës, shumë qenie hyjnore shfaqen në rolin e mbrojtësve të veçantë të luftës. Për shembull, referencat ndaj Zeusit nënkuptojnë një përgjithësim të vullnetit hyjnor të përfaqësuara nga perëndia kryesore e Olimpit, pra nga babai Zeusi, në cilësinë e tij, pra si baba i perëndive. Prandaj Aresi dhe Athina mund të jenë perëndia dhe perëndesha e luftës vetëm me emër, pasi grekët e lashtë krijuan një koncept të angazhimit të mundshëm ushtarak nga të gjitha perëndit dhe zgjidhjen sipas një hierarkie që ato kishin, duke filluar piramida nga Zeusi dhe Hera, nëna e të gjithë perëndive, e cila në fakt ka qenë dhe shumë aktive në vendosjen e vendimeve që merrnin bijtë e saj perënditë e tjera të Olimpit në raport me ngjarjet që zhvilloheshin në tokë. Nëse do të vinim re qenjet hyjnore që marrin pjesë të paktën një herë në një luftë ose në një betejë të zonës vjetër të Pellazgjisë së lashtë, do të ishte një luftë, një listë jashtëzakonisht e gjatë ku të rreshtoheshin këto emra në vende të ndryshme dhe në momente të ndryshme, të cilat kanë dhënë ndikim mbi rezultatin e përplasjeve dhe betejave. Baza e këtij mendimi mund të kërkohet në një përkufizim bazë të luftës që quhet polemos, quheshe në gjuhën e lashtë greke. Meqense Hesiodi nuk e përfshin luftën në teogoninë e tij, nuk dihet se kur ose si u shfaq lufta në procesin kozmogjenik. Edhe pse lufta është një forcë që është e pranishme në botën e perëndive, ajo nuk ka konture të qarta dhe për këtë arsye nuk përshkruhet me shumë dëshirë. Kjo është një arsye ndoshta që Aresi i mëvonshëm nuk përmendet me emër dhe i atribuohet pjesës më të egër të shoqërisë së Greqisë së lashtë ose të Pellazgjisë së lashtë. Lufta personifikohet vetëm her pas here dhe jo gjithmonë nga Aresi. Pindari i jep luftës pamjen e një vajze të quajtur Alala, që kontrolloheshe prej saj dhe që ishte personifikimi i një pritme të fuqishme të luftës, ndërsa Herakliti i atribuon Polemosit funksionin e babait dhe mbretit të gjithçkaje që ekziston. Dhe Ezopi referohet Polemosit si buri i Hubrisit. Më vonë Polemosit ju dha një motër që quheshe Enyo. Përgjigja e pyetjeve se pse Polemosi nuk u bë një figurë hyjnore e qartë dhe ero mit tek Iliada, ku shumë hyni fuqi ushtarake dhe pjesë të luftës dhe aktiviteteve luftarake u bën të tilla. Prandaj lufta nuk është një koncept i pavarur. Ajo lind si rezultat i asaj që mund të quhet një reakcion zinxhir hyjnor, i cili zakonisht vihet në lojë dhe komandohet në fundit nga Zeusi. Forcat luftarake transferohen pasaj në fushën e betejës. Prandaj, ekzistenca e luftës varet nga perëndit që aktivizonin ata me anë të një stimuli ose një karemi. Në Iliad, Zeusi dërgon Athinën për të filluar grindjet ose ato që në gjuhën e vjetër Pelazgo greke quheshin neikos, grindjet, si të thuash se pepet, përmjet cilave përpiqeshin të tërhiqeshin njerëzit në luftë. Por ilustrimi më i dukshëm i metodës fillimit procesit të luftës është kur shfaqet Zeusi në rolin e prindit të Aresit dhe të Athinës dhe të hynive të tjera të Olimpit, të cilat marrin pjesë në luftë, dhe si një komandant i përgjithshëm, Zeusi komandon perënditë e tjera, fëmijët e tij, të cilët instrukton se si duhet të veprojnë dhe kë duhet ndihmojnë nga palët në luftë. Por kush ishte në fakt puna e Aresit?
Aresi ndryshe është perëndia e luftës dhe romakët e quanin perëndia e Marsit. Në fillim ishte një ide abstrakte, emri i Aresit dhe ideja që lidheshe me emrin e tij. Edhe pse ai ishte pjesë e gjenealogjisë hynore, shumica e perëndive e urenin Aresin, pra vëllezrit dhe motrat e tij. Sofokliu e quan Aresin një perëndi pander. Megjithatë, pavarësisht statusit të tij si i huaj, është domethënëse që Aresi, ashtu si Polemosi, nuk ishte plotësisht autonom sa ynit e tjera që kryenin gjithashtu secila punën e tyre apo të Athinës që kryente të njëjtën detyrë që kishte edhe Aresi. Në një nga imnet homerike pohet se puna e Aresit u zgjodh nga Athina. Emri Ares është me sa duket shumë domethënës për të formuar shumë nga epitetet e perëndive të tjera. Epiteti Athinës, Areia, duhet të analizohet me preardhje nga emri Ares. Epiteti Zeusit, Areosit dhe i Afroditës, Areia. Euripidi pon se edhe perëndia e verës, Dionisi, përmban një element të emrit të Aresit. Vlen të përmendet se nuk thuhet kurrë që ndonjë yni përmban një element të emrit të Athinës. Të nderuar shikues, këto ishin disa çështje të cilat ne menduam që ti analizonim sot në këtë podcast relativisht të shkurtër, por që ka lidhje me botët dhe me historitë e civilizimit nga më të vjetra dhe më të lakmuara dhe të respektuara nga gjithë bota e civilizuar perëndimore, që ka qenë civilizimi i Pellazgjisë së lashtë ose i botës iliro helenistike, Helene, i botës iliro Helene, si mund ta quajmë, që përbën Pellazgjin e vjetër, e cila ishte një pjesë e saj, sepse Pellazgjia shtrieshe akoma dhe më shumë në territore të tjera. Her pas here do kemi emisione të tilla kulturore ku do të flasim për mite, për histori nga lashtësia dhe duke i bërë shumë histori dhe ide të kësaj lashtësie pjesë të vlerave të kulturës sonë moderne. Këtu mendojmë ta mbyllim emisionin për sot duke ju rikujtuar të gjithë atyre që ende nuk e kanë bërë subscribe kanalin ton të YouTube-it, të mos harrojnë një klik atje ku thot subscribe dhe gjithçka mbaron dhe një like. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e tjera të radhës. Nesër do të jemi me një podcastu në platformën tonë digitale, por që do të hidhet në kanalin e YouTube-it si çdo të martë të Top Channel-it. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim.